Guys, ju përshëndes nga dollapi i bukur. Unë sapo jam veshur dhe po bëhem gati pas pak të dal. I want to actually show you guys, this is the cream moisturizer që po përdor në këto momente. Kam filluar këto kohë të përdor krem për kundra rrudhës. Kam kaluar një periudhë shumë të stresuar dhe e kam vënë re që rri pak, ke parasysh kur jam mërzitur dhe e rrëtos fytyrën një kështu dhe po shikoj që te balli kisha vija, më shumë bërë ca vija këtu from like frownings, me thënë shit, like më shumë bërë shumë mimika në fytyrën time, and I'm like, okay, do filloj tani të përdor kremin kundra rrudhës. Se nuk ka asnjë gjë, kjo është shumë e mirë, shumë e lehtë. I love this one. Është non-comedogenic gjithashtu që të thotë që nuk të bllokon poret. Ju e dini që I love Filorga, kam një kohë të gjatë sepse unë përdor dhe maskat e Filorgës që doja të bëja një serim pastaj të vogël për gjën që kam postuar mbrëm. Realisht unë kam, by the way, this is Filorga, që të them it's a collagen mask, se collagen është shumë e rëndësishme për lëkurën. So I'm gonna do some collagen tani që të hidratohemi. Kam realisht një kohë shumë të gjatë që nuk flas dhe nuk kisha ndërmend të flisja, me thënë të drejtën. Vendosa, kam gati një vit që përballem me këtë gjë të tillë dhe nuk do flisja. E kisha vendosur me veten time që qendle të lefin, njerëzit këtë punë kanë, nuk është hera parë që njerëzit duan të përfitojnë nga vëmendja nga unë. So I'm like, it's okay. Po kur dikush del në një program televizive që me thënë të drejtën shumë turp që i lejohet hapësira nga televizionet për njerëz të tillë të dalin pa lidhje të shpikin gjëra të pavërteta duke përdorur fjalën dashnor është shumë e shëmtuar, se është një tjetër gjë kur ti e kam parë me një partner ose me një të dashur, me një person. Okej, sepse ka një diferencë shumë të madhe midis një jetë private dhe një jetë sekrete. Jetën time unë nuk e kam mbajt sekrete kur, gjërat e mia unë nuk i mbaj sekrete kur. Unë me shoqërinë time, me njerëzit që rri, dal në publike, nuk e kam problem, njerëzit let më shohin sepse unë nuk jam sekrete. Unë jam një njeri private dhe kjo do të thotë që unë në Instagramin tim, njerëzit e mi që kam më të afërt dhe njerëzit me të cilin ri, nuk kam nevojë të postoj. Unë gjithashtu dhe Charlie shumë pak e postoj sepse jam private. Pra, unë nuk jam sekrete që them du të më qef fëmijën time, thjesht jam private dhe du ta mbaj atë gjën të jetës time private. Dhe kjo është një diferencë shumë të madhe. Por këtë dikush del në televizion dhe bën deklarata dhe thon gjëra shumë të shëmtuar të tipit dashnor, du ta mbaj atë gjën të jetës time private. Dhe kjo është një diferencë shumë të madhe. Por këtë dikush del në televizion dhe bën deklarata dhe thon gjëra shumë të shëmtuar të tipit dashnor dhe pastaj kur unë dal dhe them do përballeni me ligjin, del edhe thot të dashur, këto janë gjëra shumë të ndryshme. Se kur ti thu dashnor, ti le aludime dhe vend për të kuptuar për një gjë komplet ndryshe, për një immoralitet, për një gjë të shëmtuar, komente të tipit një burr plak, një burr që është gjysh, këto gjëra që janë domethënë që nuk më përkasin në një mënyrë absolute dhe është shumë e shëmtuar që unë bëhem pjesë të këtyre diskutimeve dhe më vjen shumë keq që lexoj komente të njerëzit që bëjnë në diskutim që ku i gjen kjo lekët, ku e bën kjo jetën, po patjetër duhet jetë një dashnor plak mbrapa asaj që ajo bën këtë jetë kaq të bukur. Unë bëj një jetë shumë të bukur, jam shumë e realizuar. Kam qenë para se të hyja në Big Brother e realizuar. Gjatë kohës që unë kam qenë në Big Brother, kam qenë shumë e realizuar. Nuk është se po bëj apo se po tregoj tani një gjë jashtë shtëpisë që nuk kam qenë brenda në shtëpisë. Gjatë kohës që kam qenë në Big Brother, unë kam qenë përfolur për jetën që bëja. Tani jashtë shtëpisë vazhdoj të bëj të njëjtën jetë që kam bërë dhe më përpara. Tani më vjen shumë keq që jetojmë në një shoqëri që duhet etiketohet patjetër një femër që bën një jetë të bukur si e pamoralshme, si duhet të përdor fjalë shumë të shëmtuara. Edhe media që kam lexuar nuk merren me faktin që po diskutohet moraliteti i një femër, po merret me faktin që i kam kthyer përgjigjen në mënyrë patjetër që isha e mërzitur dhe i kam